Zoti kryesuesi, nderuari deputet Ismaili, unë ju drejtohem si përfaqësues, por me që ju thoni që jeni dhe kurështar si përfaqësues dhe si kurështar do duhet njeni dokumentet themelore me të cilat funksionojnë institucionet. Shikoni ligjin për buxhetin për vitin 2015, investimet në sport do t'jenë rreth 9 milion euro. Pjesa më e madhe të cilave janë të kontraktuara, dhe ju si përfaqësues dhe si kurështar do duhet dinit që Pishtina Olimpike është projekti komunës Prishtinës, ndërka që ne do të ndihmojmë, do të financojmë atë projekt në si vjetë dhe vitin e ardhshëm me rreth 1 milion euro. Pjesa tjetër është investimi komunës së Prishtinës, sa i takon ndërkombëtarizimit vetëm nga janari, ne jemi bërë pjesë 9 federatave ndërkombëtare, duke përfshirë dhe FIBA Evropën dhe FIBA Botën. Unë pajtohem që këto janë vetëm rezultatet politikës, por unë e di që ka patur mbështetje, po ju s'mund përgëzoni dhe pastaj të bëni karikaturën e asaj që përgëzoni. Ndërkombëtarizimi nuk është vetëm një proces i sportit, po është edhe një proces politik. Ne duhet të vazhdojmë të mbështesim dhe s'mjafton, unë e pajtohem që s'mjafton të mbështesim vetëm financiarisht, po ashtu si njeri kurështar që jeni, ju do duhet dallonit ato që ekzistojnë dhe ato që ne do t'i bëjmë, me që stadiumi olimpik do të ndërtohet, ai ekziston, është Mitrovic dhe mjafton të shkoni ta shihni. Ne do të vazhdojmë investimet që të plotësohet, që të mërri standard. Regjia. Me komunën e Prishtinës ne do të investojmë si vjetë 500.000 euro në stadiumin e qytetit dhe ne kemi përmbyllur procedurat për përcaktimin e lokacionit pra bashkë me komunën e Prishtinës për fillimin e ndërtimeve të stadiumit nacional dhe punimet do të fillojnë gjatë këtij viti. Faleminderit.